Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu mbrëmjen e së njëjtës kodrat përreth Ksamili, duke shkaktuar alarm në komunitet dhe duke nxitur një operacion emergjent të koordinuar mes shërbimeve zjarfikësve, banorëve dhe institucioneve lokale. Sipas burimeve zyrtare, zjarri shpërtheu rreth orës 19:30, ndërsa përhapja e tij u përshpejtua nga era e fortë dhe bimësia e thatë që favorizuan përhapjen e flakëve në një sipërfaqe të gjerë me shpejtësi të madhe. Mungesa e infrastrukturës rrugore në zonat kodrinore e bëri të pamundur ndërhyrjen me mjete zjarfikse, duke detyruar forcat në terren të veprojnë manualisht. Në operacion u përfshin forcat zjarfikse, banorët e zonës, shërbimi policor dhe administrata e bashkisë Sarandë. Pas disa orësh përpjekje të vazhdueshme, zjarri u vu nën kontroll rreth orës 3:30 të mëngjesit dhe u shua plotësisht. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, por dëmet materiale në sipërfaqet e gjelbërta pritet të jenë të konsiderueshme. Autoritetet lokale ndodhen ende në terren për të kryer vlerësimin e plotë të pasojave. Ndërkohë, është bërë thirrje për vigjilencë të shtuar, sidomos në kushtet e temperaturave të larta dhe mungesës së rreshjeve, të cilat rrisin ndjeshëm rrezikun për zjarret në zonat pyjore dhe kodrinore të jugut të vendit.